Shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ të mbrëmjes në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. 8 deputet të Partisë Demokratike kanë kërkuar interpelancë urgjente në kuvend me Ministrin e Mbrojtjes Ermal Nufi lidhur me funksionimin e kompanisë shtetërore Kajo. Rrezikohet armëpushimi 2 javor pasi Irani bllokoi sërish ngushticën e Hormuzit pasi Izraeli sulmoi Libanin. Evropa përshëndet armëpushimin SBA-Iran, çmimet e naftës bien ndjeshëm. Kompania telefonike One Albania njofton rritje çmimesh për abonentët, qytetarët shprehin pakënaqësi. Gjykata kushtetuese rrëzoni Ilir Metën dhe argumenton se masa e sigurisë arrest në Burg u vendos për një qëllim të ligjshëm, nuk shqyrton çështjen e mënyrës së arrestimit. 4 astronautët e misionit Artemis 2 janë nisur drejt tokës, momenti më kritik hyrja në atmosferë me shpejtësi rreth 30.000 km/h. Njihemi tani mëgjërësisht me zhvillimet e ndodhura ditën e sotme. 8 deputet të Partisë Demokratike kanë kërkuar një interpelancë urgjente në kuvend me Ministrin e Mbrojtjes Ermal Nufi lidhur me funksionimin e kompanisë shtetërore Kajo, ku ministri është edhe antar bordi. Kërkesa ngresh shqetësime për transparencën, mënyrën e krijimit dhe marrëdhëniet e kësaj shoqërie me partner privat në industrinë ushtarake. Sipas deputetëve demokrat, vendimet e qeverisë gjatë vitit 2025 kanë lejuar që Kajo të hyjë në bashkëpunime ku shpesh mban pjesë minoritare, duke ngritur pikpyetje mbi kontrollin shtetëror dhe mbrojtjen e interesit publik. Në fokus janë edhe disa kompani të përbashkëta, përfshirë Timag Defense, si dhe përfshirja e biznesmenit izraelit Roni Efet, për të cilin kërkohen verifikime mbi rolin dhe lidhjet e tij. Po ashtu opozita kërkon sqarime për marrëdhëniet me kompaninë izraelite Elbit Systems dhe për një marrëveshje të mundshme që përfshin furnizime ushtarake dhe investime për të cilat mungon transparenca mbi vlerën dhe financimin. Në vendimet e vitit 2025 të Këshillit të Ministrave janë përcaktuar kushte të mëtejshme negocimi për fushat të tjera të prodhimit ushtarak, përfshirë uljen e përqindjes së Kajo SA në sipërmarrjet e përbashkëta në 20%. Këto zhvillime ngrenë pikpyetje legjitime mbi kriteret e përzgjedhjes së partnerëve, garancitë për mbrojtjen e interesit shtetëror, si dhe nivelin real të kontrollit publik mbi këto struktura, për sa kohë kompania publike ka më pak se 50% të aksioneve, thuhet në kërkesën e Partisë Demokratike. Opozita ngresh shqetësime për bashkëpunimin e qeverisë shqiptare me kompaninë Elbit Systems, edhe pse Agjencia e Prokurimit të NATO-s ka pezulluar bashkëpunimin me të, ndërsa kjo kompani do të furnizojë Shqipërinë me sisteme artillerie dhe dron. Partia Demokratike thekson se vlera e plotë e kontratës dhe burimet e financimit nuk janë bërë transparente, si dhe ka paqartësi për mënyrën e funksionimit të kompanisë izraelite. Në kërkesën e depozituar në kuvend, deputetët e opozitës thonë se ka dyshime të forta se ndryshimet nënligjore të korrikut 2025 janë ndërtuar pikërisht për t'i hapur rrugë një modeli ku kompania shtetërore ruan emrin dhe mbulesën institucionale, por jo kontrollin real mbi subjektin përfitues. Në total janë ngritur 22 pyetje që lidhen me rolin e ministrit, përzgjedhjen e partnerëve, procedurat kontraktuale, kontrollin parlamentar dhe rreziqet për sigurinë kombëtare. Presidenti Donald Trump ka njoftuar se ka rënë dakord për një armëpushim 2 javor me Iranin pas kërcënimeve të tij për të shkatëruar një qytetërim të tërë. Trump tha se marrëveshja e armëpushimit u arrit me kusht që Irani të pranonte të rihapte ngushticën e Hormuzit. Ne morëm një propozim me 10 pika nga Irani dhe besojmë se është një bazë e realizueshme mbi të cilën mund të negociojmë, deklaroi Trump. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se SBA-ja ka pranuar një armëpushim 2 javor me Iranin të ndërmjetësuar nga Pakistani për të dhënë kohë palëve që të negociojnë një marrëveshje paqeje. Trump, i cili më 7 prill paralajmëroi se një qytetërim i tërë do të vdesë sonte nëse Irani nuk bën marrëveshje, tha se ka marrë nga Teherani një propozim me 10 pika dhe se e konsideron atë një bazë të mirë
për negociata, autoritetet në Teheran konfirmuan se është vendosur një armpushim mes dy palëve me kushte të caktuara. Trump gjithashtu nuk dha detaje për propozimin iranian, por tha se marrëveshja varet nga lejimi i lëvizjes së lirë të anijeve në ngushticën e Hormuzit, një rrugë shumë e rëndësishme për transportin e naftës dhe gazit. Pas kërkesës së tyre që unë t'i ndalja sulmet shkatërruese që ishin planifikuar për sonte ndaj Iranit dhe me kusht që Republika Islamike e Iranit të bjerë dakord për hapjen e plot të menjëhershme dhe të sigurt të ngushticës së Hormuzit, unë pranoj t'i pezulloj bombardimet dhe sulmet ndaj Iranit për një periudhë dyjavore, shkroi Trump në rrjetet sociale. Analistët e përshkruajnë këtë kusht si qelës të marrëveshjes, duke shtuar se stabiliteti i armpushimit do të varet nga Teherani. Izraeli ka thënë se mbështet vendimin e presidentit Trump për t'i pezulluar sulmet kundër Iranit, por se armpushimi dyjavor nuk e përfshin Libanin. Çmimet globale të naftës kanë rënë ndjeshëm dhe tregjet e aksioneve janë rritur pasi SBA dhe Irani ranë dakord për një marrëveshje armpushimi me kusht dyjavor që përfshin rihapjen e rrugës kryesore ujore të ngushticës së Hormuzit. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent ra me rreth 13% në $94.80 për fuqi, ndërsa nafta e tregtuar në SBA ishte më shumë se 15% me ullët në $95.75, por çmimet e naftës mbeten më të larta se përpara fillimit të konfliktit më 28 shkurt. Në atë kohë ajo tregtohej me rreth $70 për fuqi. Kostoja e energjisë është rritur, ndërsa furnizimet me naftë dhe gaz nga lindja e mesme janë ndërprer, pasi Irani kërcënoi të sulmonte anijet që përpiqeshin të përdornin ngushticën në hakmarrje ndaj sulmeve ajrore të SBA-s dhe Izraelit. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përshëndeti armpushimin dyjavor midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke thënë se kjo do të ulë tensionet. Presim që në ditët në vijim ajo të respektohet plotësisht, deklaroi presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kryeministri britanik Keir Starmer udhëtoi drejt gjirit në përpjekje për të siguruar që ngushtica e Hormuzit të hapet përgjithmonë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e përshëndeti armpushimin dyjavor midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke thënë se kjo do të ulë tensionet. E mirëpres armpushimin dyjavor për të cilin SBA-ja dhe Irani u pajtuan brëm. Ai sjell uljen e tensioneve që është shumë e nevojshme, tha ajo, duke shtuar se është thelbësore që negociatat të vazhdojnë për një zgjidhje të qëndrueshme. Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz gjithashtu e përshëndeti armpushimin në luftën në lindjen e mesme dhe bëri thirrje për një përfundim të konfliktit. Qëllimi tani është të negociohet një fund i qëndrueshëm i luftës në ditët në vijim, tha ai në një deklaratë. Presidenti francez Emmanuel Macron e përshëndeti armpushimin, duke e quajtur marrëveshjen gjë shumë të mirë. Presim që në ditët dhe javët në vijim ajo të respektohet plotësisht në të gjithë rajonin dhe të lejojë zhvillimin e negociatave, tha Macron në fillim të një takimi të zyrtarëve të lartë të mbrojtjes dhe sigurisë. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer ka udhëtuar drejt gjirit për të zhvilluar bisedime me liderët rajonal, në përpjekje për të siguruar që ngushtica e Hormuzit të hapet përgjithmonë pas armpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, njoftoi zyra e tij. Kina tha se e mirëpret armpushimin midis SBA-s dhe Iranit. Kina mirëpret që palët përkatëse njoftuan arritjen e një marrëveshjeje për armpushim, tha zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme Mao Ning, duke shtuar se Kina do të vazhdojë të punojë për rikthimin e paqes në lindjen e mesme. Një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe u shpreh se vendi i tij ka dalë fitues nga lufta SBA-Iran pas shpalljes së një armpushimi dyjavor. Ndërkohë, Turqia bëri thirrje që të gjitha palët të respektojnë armpushimin e arritur midis SBA-s dhe Iranit. Në orët e pasdites, mediat iraniane raportojnë se anijet cistern të naftës ka ndaluar kalimin nëpër ngushticën e Hormuzit, ndërsa Izraeli godet Libanin me sulmet më të mëdha që nga fillimi i operacionit të tij toksor. Lejimi i kalimit të tankerave nëpërmjet ngushticës është kusht për armpushimin midis Iranit dhe SBA-s, por agjencia e lajmeve Fars e lidhur me korpusin e Gardës Revolucionare Islamike ka raportuar se ndërsa dy anije cistern nafte arritën të kalonin nëpër ngushticën me leje nga Irani këtë mëngjes,
Kalimi anijeve cistern të naftës në ngushticën e Hormuzit është ndaluar. Nëpërmjet një mesazhi thuhet se tranziti në ngushticën e Hormuzit mbetet i mbyllur dhe nevojitet leje nga garda revolucionare përpara se të lundrojnë në ngushticë. Çdo anije që përpiqet të udhëtojë në det do të shënjestrohet dhe do të shkatërrohet, thuhet në mesazh. Pas arritjes armëpushimit mes SBA-s dhe Iranit edhe në Shqipëri, Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës në vend. Nafta është ulur me 4 lek nga 224 në 220 lek, ndërsa çmimi i benzinës mbetet i pandryshuar 181 lek për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës ka detyruar drejtuesit e mjeteve të dynden masivisht drejt Maqedonisë së Veriut për të furnizuar me karburant. Në doganën e Blatës, që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, çdo ditë krijohet radhë gjatë për shkak të numrit të lartë të automjeteve që dalin në shtetin fqim për të mbushur makinat e tyre me naftë. Më së shumti janë banorët e Dibrës dhe Bulqizës që i drejtohen karburanteve të Maqedonisë së Veriut, por ndryshe nga drejtuesit e qyteteve të tjera që furnizohen me sasi të mëdha, ata shkojnë sa herë ka nevojë. Çmimi i 1 litri naftë në Maqedoninë e Veriut aktualisht është 150 lekë, ndërsa në vendin tonë me uljen nga Bordi i Transparencës shitet me 220 lekë, 72 lekë më shtrenjtë. Kompania telefonike One Albania njoftoi rritje të çmimeve të tarifave për abonentët duke filluar nga 1 maj 2026. Qytetarët shprehen të pakënaqur pasi thonë se shërbimi vazhdon të jetë i njëjtë dhe rritja e çmimit nuk është e justifikueshme. Abonentët e kompanisë telefonike One Albania shprehen të pakënaqur me tarifat në rritje që janë njoftuar duke filluar nga 1 maj 2026. Pas reagimeve të shumta në rrjet edhe për News 24, qytetarët shprehen se rritja e tarifave të shërbimeve të kompanisë celulare One nuk është e drejtë, sepse edhe pse çmimi vjen vazhdimisht në rritje, shërbimi mbetet po i njëjtë. Që të përballoj unë 100.000 lekë që marr mujt më mos mbjeri çuni buk, lekun si jetoj dot. 100.000 lekë marrë nëna. Kanë ngritur shumë, nesër, bëjnë çfarë duan. Grim zyrë se ka kompani tjetër pastaj, ka alternativë tjetër. Unë nuk jam shumë i kënaqur, thash, me ta, por interneti janë zero herë te One. Zero. A je të kënaqur nga shërbimi? Ja, kur e fije. Fare, pse? Po mëse më është fare. Se është hajni, me bo me kontratë, pa foleç 30.000 lekë, 40.000 lekë debitar. Unë e di kur e kam jek kontratën. Për ne që jemi dhe qikë shtrese, dobet kështu ekonomikisht nuk është gjë e mirë, se ka qenë 1.000 lekë të vjetra, 2.000, tani 3.000. Unë kam motrat në barit italish dhe habitet kur vën këtu në i telefon, në i gjithë, thot pse kaq të larta dhe kaq pak giga në internet. Si shpjegot, unë paguj shumë pak, thot 8 euro, thot, e më vën 50 deri 100 giga, thot. One për mua është i falimentuar. Në një mesazh standard dërguar nëpër telefonat e abonentëve, kompania One njoftoi se çmimet do të rriten deri në 2.2%, bazuar në indeksin e çmimeve të konsumit të publikuar nga Istat. Një formulë teknike e paketuar me terma që shumica nuk i kupton, por që në thelb përkthehet shumë thjesht. Më shumë para për të njëjtin shërbim. Rritja prej 2.2%-sh mund të duket e vogël në dukje, por kur bëhet fjalë për çdo vit, ajo kthehet në një taks të heshtur mbi çdo qytetar e familje, të cilët paguajnë më shumë vit pas viti për të njëjtin shërbim. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë shpalli këtë të mërkur në 8 prill vendimin për çështjen e ish-presidentit të vendit Ilir Meta, i cili kishte kërkuar shfuqizimin e vendimeve të 3 gjykatave të tjera lidhur me masën e sigurisë arrest në burg. Meta kishte kundërshtuar gjithashtu mënyrën e ekzekutimit të kësaj mase.
Prili Ermetën nuk pati asnjë surprizë as nga gjykata kushtetuese, institucion nga I cili ai kishte kthyer syt me shpresën se mund të rifitonte lirinë 2 vite pas arrestimit me urdhër të SPAK. Kushtetuesja vendosi rrëzimin e kërkesës së Metës për shfuqizimin e masës arrest me burg, me argumentin se masa e sigurisë e vendosur ndaj tij është e ligjshme dhe proporcionale. Me këtë vendim, instanca më e lartë e drejtësisë në vend lë në fuqi vendimet e mëparshme të gjykatës së posaçme dhe gjykatës së lartë, duke bërë që Meta të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Në seancën plenare të datës 8 prill 2026, trupa gjykuese shqyrtoi pretendimet e palëve dhe arriti në përfundimin se nuk ka shkelje kushtetuese në masën e dhënë ndaj kërkuesit. Pika më e rëndësishme e vendimit lidhet me bazueshmërinë e masës së sigurisë. Sipas gjykatës kushtetuese, në dosjen penale ekzistojnë fakte dhe informacione të mjaftueshme që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se veprat penale për të cilat Meta akuzohet mund të jenë kryer. Gjykata vlerësoi se liria e ish-kreut të shtetit nuk është kufizuar në mënyrë arbitrare. Masa e sigurimit personal ndaj kërkuesit është e vendosur për një qëllim të ligjshëm, garantimin e mbarvajtjes së procesit penal. Ajo nuk është jo proporcionale në kontekstin e rrethanave të çështjes dhe nevojave të sigurimit, theksohet në zbardhjen e vendimit. Ndërkohë, kushtetuesja nuk ka marrë në shqyrtim mënyrën e arrestimit të Metës në tetor të vitit 2024, pasi për këtë çështje ish-presidenti ka bërë kallëzim dhe po hetohet nga Prokuroria e Tiranës. Më herët, gjykata e posaçme caktoi datën 27 prill si datën e seancës së parë gjyqësore të themelit për shqyrtimin e akuzave penale ndaj ish-presidentit, ish-deputetës Monika Kurremadhi dhe 3 të pandehurve të tjerë. Ndaj ish-çiftit Meta Kurremadhi rëndojnë akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Lidhur me ato që njihet si afera CSD-ja, kontratat e lidhura mes ish-lëvizjes socialiste për integrim me kompani lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe problemet me pasurinë. Meta dhe ish-bashkëshortja e tij, Monika Kurremadhi, I kanë mohuar akuzat. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që I rrëzoi kërkesën, presidenti I Partisë së Lirisë Ilir Meta thotë se nuk është I surprizuar nga vendimi I gjykatës së Lanës, siç e cilëson ai, pasi e zvarriti çështjen prej 6 muajsh përtej çdo afati të arsyeshëm me qëllim vonimin në rrugën tonë drejt Strasburgut, sot tregoi edhe një herë se kjo gjykatë nuk di të zhgënjej. Vlerësimin tim për të e kam thënë që më 2 mars 2020, kur këta betoheshin te Lana, shkruan Meta. Ai kërkoi nga anëtarët e gjykatës kushtetuese që të mos vonojnë zbardhjen e vendimit të tyre, ndërsa fton gazetarët që të marrin pjesë më 27 prill në seancën e parë të gjykimit në themel të dosjes së tij. Do të jem ballë për ballë me bandën që më rrëmbeu në mënyrë banditeske dhe ku do të çmontojmë këtë proces fars të neveritshëm të drejtësisë me regji, përfundon reagimin Ilir Meta. Kreu I Partisë Demokratike shprehet se gjykata e lartë po përpiqet të nxjerrë nga burgu kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj me vendimin që pritet të marrin këtë të njëjtë, ku sipas Berishës, të paraburgosurit që s'kan marrë vendim të formës së prerë do të dalin nga qelia. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se kryetari I gjykatës së lartë Sokol Sadushi në 9 prill do të marrë vendim për të liruar nga burgu të paraburgosurit ndaj të cilëve ende s'ka një vendim të formës së prerë. Sipas tij, ky vendim po merret për shkak se Sadushi kërkon të nxjerrë nga burgu Erion Veliajin. Nesër Sadushi në një akt që kërcënon absolutisht sigurinë e Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, del me vendimin që ata që janë para burgim pa vendim të prerë të dalin. Ky është vendimi Veliaj, që ta quajmë, por nga vendimi Veliaj përfitojnë me 10 bos të drogës, krerët të organizatave kriminale. Berisha u ndal tek çmimi I naftës duke u shprehur se Edi Rama është duke përfituar nga kriza e çmimeve për të marrë sa më shumë taksa për 1 litër nafte. Një taks për 1.1 euro për litër naftë, një marzhi, një taks që të I kalon çdo vend tjetër të planetit. Sigurisht që penalizon ata që kanë vetura dhe I penalizon në mënyrën më të pamerituar, por penalizon më shumë fermerët, penalizon më shumë pensionistët, të gjithë popullatën tjetër me rritjen e çmimeve, rritjen e çmimit transportit, rritjen e çmimeve të përpunimit
të ushqimeve. Shefi i Selis Blu tha gjithashtu se procesi i vlerësimit të IBAR mbeti në klas. Sipas tij, Shqipëria veçohet për shkak të vjedhjeve të Ramës, Lubis dhe lindave të Akshit. Data 17 prill është dita e të gjithë shqiptarëve, pavarësisht nga bindjet politike, tha ai, duke bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e opozitës të premten e javës së ardhshme. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e ish-kreut të Autoritetit Rrugor Shqiptar Evis Berberi si dhe të bashkë të pandehurve të tjerë për gjykim të shkurtuar. Kërkesa do të thotë se Berberi pranon akuzat dhe se në fund të procesit përfiton ulje të dënimit me 1/3. Berberi, ish vartës i ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, është zyrtarisht nën akuzë nga prokuroria e posaçme për korrupsion, shkelje të barazisë në tendera dhe pastrim parash. Ndërkaq, çështja për biznesmenin Valter Begaj dhe shoqërinë Net Group dhe Dam SHPK është veçuar duke ndjekur gjykimin e zakonshëm. Nga hetimet e SPAK ka rezultuar se kompania Dam SHPK kishte pronar real ish-kreun e ARSH-s Berberi dhe nëpërmjet saj kanalizoheshin tenderat e Autoritetit Rrugor Shqiptar. Në seancën e radhës, SPAK pritet të paraqesë konkluzionet përfundimtare, duke i hapur rrugë më pas vendimit të gjykatës për këtë çështje. Banorët e Baks Rjollit protestuan përpara prokurorisë së Shkodrës me pretendimin se çështja e tyre po zvarritet prej më shumë se një viti nga ky institucion. Banorët thonë se janë ndryshuar pyetjet për ekspertët topograf, ndaj kërkuan takim me prokurorin e çështjes për t'u dhënë sqarime për këtë ndryshim. Nëse je malësor, del këtu para malësorëve tu. Protesta e banorëve të Baks Rjollit u zhvendos këtë të mërkur përpara prokurorisë së Shkodrës, duke theksuar se prej më shumë se një viti, dosja ndodhet në zyrat e këtij institucioni dhe ende nuk është përfunduar hetimi. Sipas tyre, janë ndryshuar pyetjet për ekspertët topograf, duke tjetërsuar drejtimin e hetimeve. Për rrjedhoi, banorët kërkojnë një takim me prokurorin e çështjes ose me titullarin e institucionit për të dhënë sqarime për rastin. Prokuroria e Shkodrës ka mbi një vit që ka dosjen tonë në zyrat e saj dhe nuk ka kryer akoma, nuk është mbyll hetimi. Kemi qenë në nëntor që presim për një akt ekspertimi që nuk na është në dispozicion akoma, që zvarritet dhe së fundmi janë ndryshuar dhe pyetjet për ekspertët. Prokuroria ka ndryshuar pyetjet duke tjetërsuar dhe drejtimin e hetimit. Pra kuptohet që këtu ka ndërhyrje të njerëzve me pushtet, cilët duan që ta vonojnë sa më shumë që t'jetë e mujtur që ai të vazhdojë punimet. Banori Gëzim Pjeshka tregon për shoqërimin e tij në komisariat gjatë takimit që zhvilloi kryeministri Rama të martën në qytetin e Lezhës. Po të ne installon për zotin Edi Rama, thash pa hyka porta kryesore, me ataku me apo, ne ta ngryzim. Vjen polici merr më çndeg. Për çam çndeg mu. Un kam drejt se kryeministri është edhe jemi, nuk është i socialistëve, i demokratëve, i kjo letra. Kam gjendje në Lezhë, në komisariat, për qa me shku në atje? Qa e mund kriminel? Kriminel janë këta, hajduda janë këta. Ta kanë hynë të toka jeme, të toka jeme kanë mikë prej tokës teme. Prej 3 muajsh, banorët e Baks Rjollit në Veripoj vjojnë protestat kundër ndërtimit të një resorti turistik me pretendimin se një person ka tjetërsuar dokumentet e pronësisë së tokave dhe ja ka shitur investitorit. Fermerët në Dibër po i lënë tokat djerë për shkak të mos përballimit të kostove të punimit të tokës me mjete agregate. Çmimi i lartë i karburanteve është bërë shkak për këtë vendim, ndërsa fermerët thonë se janë të zhgënjur nga skema kombëtare e bujqësisë për vitin 2026 që nuk ofron as pak lehtësi. Fermerët në fshatin Tren të Dibrës po i lënë toka djerë. Shkak për këtë vendim është bërë mos përballimi i kostove të punimit të tokës me mjete agregate. Fermeri Qerim Fisniku thotë se ky vit është shumë i vështirë për ta, pasi nuk përballojnë dot kostot e larta të karburantit, për më tepër që subvencionimi i naftës është hequr nga skema kombëtare e bujqësisë për vitin 2026. Është e përbaballueshme. 2200 lekë është një litër naftë. Si të qish ecë me makinë, si unë si ecë me traktor nar, një të taks kemi. Njerë që se të vjetë e ke marrë, dhe më që shemë 1500 lekë, të vjetë e ke 2200. Dhe të falementimit është. Në kjo se për shumë vitë tjera, bështa 20 delim, 30, të është e bë 20-30 gjithë vitit.
Fermeri i cili prej dekadash ka jetuar në Itali thotë se është gënjur nga kthimi në vendlindje, ku investoi paratë e fituara nga puna atje, ndërsa sot është në prag falimenti. Unë kam pas punu në Itali 15 vjet. Edhe u ktheva në Shqipëri me investo vendin tim. Edhe kam pas lop qeshi, moll, edhe mundsa me familjen time dhe me punëtor. Sot po thoj si falimentim. Mosha hipi, unë rash. Mori çuni, tha unë do iki, ta zërej me bujësime të i. Nuk pa tarme. Merë mallin shorin që unë tri, 50 si priket gjithë. Në shatë, as një, as fuqi punëtore, se bëvëllë dot. Të më është 35.000 lekë, 20.000 lekë. Një punëtor, është e përballueshme. Të gjendur përballë këtyre vështirësive në kulmin e sezonit të mbjelljeve pranverore, fermerët kërkojnë më tepër mbështetje nga Ministria e Bujqësisë. Tregu i fruta perimeve në Fier po braktiset si nga konsumatorët ashtu edhe nga tregtarët për shkak të rritjes së menjëhershme të çmimeve. Qytetarët thonë se po blejnë gjithnjë më pak pasi nuk përballojnë dot çmimet e larta, ndërsa tregtarët të gjendur në vështirësi nga rënja e fuqisë blerëse po braktisin tregjet pasi nuk përballojnë dot as taksat mujore. Po punojnë këta fatkeqe dhe po hanë këta barkë drekit. Rritja e çmimeve të fruta perimeve për shkak të rritjes së çmimit të naftës po shkakton zbrazjen e tregjeve në vend. Nga një vëzhgim i kryer nga News 24 në tregun e Fierit, shihet se këndet për shitjen e fruta perimeve janë thuajse të zbrazura, ku nga 75 tregtar sot numërohen vetëm 35. Për qytetarët, rritja e çmimeve është e papërballueshme, duke shtuar se po refuzojnë të blejnë prodhime si domatja, specat apo trangulli. Shumë të larta janë. Ja, 5 allator, 1.500 lekë, do ma dhe 2.300, pensionista e mine. Ngritje ka, të përballueshme janë, pensionista e mine, aq marrin. E vërtetë është se nuk u bë shteti dorë për ne. Me bukra se këta punojnë për veten e tyre. Nëse vazhdon rritja? Se atëherë pastaj do përjashtojmë ngrënin nga çdo gjë e mundshme. To rrim tek pjesa e asaj fukarallëku që kemi qenë tërkohën. Shumë të larta e shikon ti? Që presha spinaj po marrin. Mire domate me 3.500 lekë, më të janë gjëra shumë të që... Nuk blem fare, ato që janë qelë, nuk dhelë për kështu sa, donë të të ashtu, po janë pa pjekur sa, për rrushin. Pensionistët janë të parët që preken nga kriza e çmimeve, të cilët thonë se pa ndihmën financiare nga fëmijët e tyre, nuk arrin të përballojnë kostot e shtuara të jetesës. 1.500 lekë marrim, 3.000 lekë marrim burë grua, ilaçe. Ne kemi pensionistën e se përballojnë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Do buk me presha, buk me djathë. Ne s'kemi nga i japim, ne nuk e marrim vetë se janë çmimet kaq të larta. Megjithatë do mi jetoj me kaq sa të mundemi, nuk kemi çfarë bëjmë. 2 kokra moll 1.000 lekë, domatja 3.500. Futemi mi që na mbaj fëmia. Zoti është me fukaran, s'është me agan. Ne pensionistët dhe se përballojmë dot. Ne pensionin kemi tullë. Të gjendur përballë krizave të përsëritura, tregtarët thonë se shkak për braktisin e tregut është bërë jo vetëm rënja e fuqisë blerëse, por edhe taksat e larta që paguhen në Bashkinë e Fierit. Në 87 vjetorin e lindjes, qyteti i Lushnjës përkujtoi përmes një koncerti artisten e madhe Vaçezela. Gjatë këtij koncerti u interpretuan këngë si Valsi i Lumturisë, rrjedh në këngë e ligjërime, Moj e bukur Shqipëri, Djaloshi dhe Shiu, ndërsa artistët pjesëmarrës vlerësuan kontributin e saj në skenën shqiptare. Qyteti i Lushnjës përkujtoi në 87 vjetorin e lindjes së artisten Vaçezela përmes një koncerti ku u interpretuan kënga repertori i saj. Këngëtarja Elida Korreshi, e cila performoi disa nga këngët e Vaçezelës, rrëfen se si artistja e madhe e ka udhëzuar në hapat e parë të karrierës së saj, këshilla që i kanë shërbyer për gjithë jetën. Për mua Vaçka ka qenë idhulli që më ka ndjekur gjatë gjithë periudhës time artistike, që në fillimet e mia, ne Vaçën kemi njohur si artiste nëpërmjet radios, sigurisht kam pasur kontakte me Vaçën, në moshë shumë të hershme kur kam qenë në fillimet e mia, ka dhënë një spunto për mua në komisionet artistike kur kemi qenë në Tiranë, duke më vlerësuar dhe ecja ime e mëtejshme ka qenë dhe një ndikim i Vaçës.
Gjatë këtij koncerti u interpretuan këngë si Valsi i lumturisë, Rrjedh në këngë e ligjërime, Moje bukur është Shqipëri, Djaloshi dhe Shiu e të tjerë. Vaçezela ka marrë pjesë në festivalet më të rëndësishëm në Shqipëri, duke dhënë më tej një kontribut të vyer edhe në muzikën e filmit. Ndaj saj është akorduar urdhri nderi i kombit nga presidenti Alfred Mojsiu dhe një sër tituj të tjerë për gjatë gjithë karrierës së saj. Vaçezela ndroi jetë në vitin 2014 në moshën 74 vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë. Astronautët e misionit Artemis 2 të NASA-s kanë përjetuar emocionin e jashtëzakonshëm të fluturimit rreth Hënës, duke kapur pamje të papara më parë të kratereve dhe kreshtave të saj. Tani ata po kthehen drejt tokës, ndërsa përballen me fazën më kritike të misionit, që është hyrja në atmosferën e saj me shpejtësi rreth 30.000 km/h dhe uljen e sigurt përmes parashutave. Ky mision historik shënon rikthimin e njerëzimit në orbitën hënore dhe përgatit rrugën për eksplorimin e ardhshëm të Hënës dhe Marsit. Astronautët e misionit Artemis 2 të NASA-s kanë përshkruar emocionin e jashtëzakonshëm që ndjen ndërsa fluturonin rreth Hënës, duke fotografuar krateret dhe kreshtat e saj gjatë rrugës së tyre të gjatë për në tokë. Ekuipazhi kapte nga dritaret e kapsulës Orion pamje të mrekullueshme përfshirë tokën që ngrihet nga pas Hënës, një eklips diellor dhe pjesë të zonës orientale me gjerësi 950 km, një zonë që nuk është parë kurrë nga njeriu. Astronautët raportuan gjithashtu nuanca të pazakonta kafe, jeshile dhe portokalli në peizazhin gri, si dhe shtresa të holla të pluhurit të Hënës. Pasi u rrotulluan rreth anës së largët të Hënës, 4 astronautët tani po kthehen me shpejtësi drejt tokës. Udhëtimi i kthimit pritet të përfundojë me një përplasje pranë bregdetit të San Diegos, rreth orës 20 të mbrëmjes të premten sipas kohës lindore të SBA-s. Ky moment është pika më kritike e misionit, pasi kapsula Orion do të hyjë në atmosferë me shpejtësi rreth 30.000 km/h, duke përballuar temperatura që arrin deri në 2800 gradë Celsius, dhe modulit i duhet një shpërndarës i nxehtësisë tepër i avancuar për të mbrojtur ekuipazhin brenda. Moduli shkëputet nga pjesa kryesore e Orionit përpara se të fillojë faza e rënjes finale. Pas kësaj, parashutat fillojnë të hapen në seri, një ose dy parashuta të vogla për kontrollin e orientimit dhe më pas parashuta kryesore për uljen e ngadalë dhe të sigurt në tokë, ku ekipet e shpëtimit janë në gatishmëri për të rikuperuar astronautët. Mbrojtja termike e kapsulës luan një rol jetik sepse mbron astronautët nga nxehtësia ekstreme e krijuar nga fërkimi me atmosferën dhe çdo defekt i vogël mund të ketë pasoja katastrofike. Misioni Artemis 2 shënon rikthimin e njerëzimit në orbit rreth Hënës pas më shumë se 5 dekadash dhe teston sistemet që do të përdoren në zbritjet e ardhshme. Suksesi i këtij kthimi është vendimtar për planet e NASA-s për të krijuar një bazë të qëndrueshme në Hënë dhe për ta përdorur atë si piknisje për misione drejt Marsit. Nëse gjithçka shkon sipas planit, njerëzimi do të jetë një hap më pranë rikthimit të qëndrueshëm në Hënë dhe eksplorimit të thellë të hapësirës. Kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por ju rikujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të klikoni në balkanweb.com për të njohur me lajmet në kohë reale dhe për të ndjekur në live stream News 24 në çdo moment. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.